Përshëndetje të dashur teleshikues të Almak Press Sport, nga unë Mirela në stadiumin Erol Benja për ju. Sot do raportojmë se çfarë na pret për kombëtaren Kuqezi dhe çfarë ka ndodhur në javën që kaluam në kampionatet kryesore. Në La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League, por gjithashtu dhe në superiore, por edhe në kampionatin Maqedonas. Do vazhdojmë menjëherë me kombëtaren shqiptare. Kombëtarja shqiptare ka 2 ndeshje decisive tani më në mars për të kualifikuar në botrorin 2026. Ndeshja e parë dhe ajo finalja kryesore është kundrejt Polonis. Të besuarit e Silvinjus faktikisht janë Strakosha, Kastrati, Dajsinani, Gjimshiti, Ajeti, Ismaili, Ali, Hysaj, Balliu, Cake, Plana, Mitaj dhe Pilo. Për të kaluar në mesfush me Ramadanin, Aslanin, Shehun, Laçin, Pajaziti, Gripshi, Asani, Mehmeti dhe Hoxha. Për sa i përket marrjes së sulmit, Broja, Muçi, Uzuni dhe Bajrami mbetin në zgjidhjet e trajnerit Silvinjo. Kjo për shkak pasi të dëmtuarit Manaj dhe Daku kanë sjell probleme në sulmin e kombëtares shqiptare me mungesën e tyre. Gjithashtu, trajneri Silvinjo ka vendosur të besojë 2 të rinjve në këtë grumbullim, siç janë Bujar Plana dhe Pilo. Të dy janë në repartin e mbrojtjes dhe të dy do i shërbejnë kombëtares shqiptare në repartin e mbrojtjes dhe për të arritur një rezultat sa më pozitiv. Gjithashtu, mbas 3 vitesh dhe mbas një kërkese shumë të madhe nga tifozët, duket sikur Silvinjo tashmë është bindur për të rikthyer përsëri Anis Mehmetin në ndeshje kundër Polonis dhe kundër Ukrainës ose Suedis, në varg në cilin nga dyshe do kalojë. Ndeshjet e rëndësishme faktikisht janë me datën 26 mars dhe me datën 30 mars, por ajo në Varshavë është e para finali që ne duhet të kalojmë dhe kombëtarja Kuqezi pret që lojtarët të kalojnë këtë ndeshje. Për sa i përket në një konferencë të zhvilluar ditën e sotme, Elseid Hysaj dhe Qazim Laçi kanë qenë 2 futbollistët që janë shprehur për mediat dhe për shtypin se me vërtet ndeshja me Poloninë është një sfidë e fortë dhe është jeta vdekje. Hysaj gjithashtu citoi që nëse ne nuk fitojmë do kthehemi duke qajtur në shtëpi, por nuk është ajo për ajo çfarë përshkojmë, por është vetëm synimi për të fituar. Lojtarët janë të vendosur që të japin 100% në fushën e futbollit dhe të tregojnë atë çfarë ata di të bëjnë më mirë, të luajnë futboll dhe të fitojnë për kombëtarin e tyre Kuqezi. Për sa i përket, gjithashtu dhe Kosova ka 2 finale për të luajtur për të kualifikuar në botrorin 2026. Ndeshja kundër Slovakisë është ajo e para, por nëse kalon, kanë për të ndeshur me ndyshen Rumani, Turqi, një ndeshje mjaft të fortë. Ndeshjen e parë Kosova e luan në transfer dhe të dytën në shtëpi në stadiumin Fadil Vohri. Të besuarit e frankofodës për këto 2 ndeshje janë Muriçi, Saipi dhe Bekaj si portier. Ndërsa sa i përket repartit mbrojtjes, është Vojvoda, Demaku, Hajdarxhonaj, Hajrizi, Devolla, Aliti, Hajdari, Krasniqi dhe Gallapeni. Ndërsa në repartin e mesfushës dhe sulmit janë Krasniqi, Zabërgja, Berisha, Hoxha, Recep Baçaj, Emërllahu, Zhegrova, Muslia, Aslani, Rashica, Muriçi dhe Ramani. Kosova me vërtet duket sikur ka një mundësi më shumë se sa Shqipëria, pasi kundërshtari i parë është më i lehtë se sa Polonia. Pra në krahasim me Slovakinë, Slovakia është më e lehtë, por për sa i përket në ndeshjen e dytë, Turqi Rumani duket sikur kundërshtari është më i rrept përballë Kosovës. Sigurisht djem Dardan ka një mundësi të vërtet për të kualifikuar njësoj si djem Kuqezi. 2 supersfidat që priteshin faktikisht me entuziazëm nga tifozët e futbolldashësit shqiptar kanë qenë Elbasani dhe Egnatia, gjithashtu Vllaznia me Dinamon. Në fakt, asnjëra nga ndeshjet nuk ka prodhuar gola, por të dyja kanë përfunduar 0-0. Me polemika të shumta, ku në ndeshjen Elbasani Egnatia përfunduan me 2 kartona të kuq që në pjesën e parë, në minutën e 6 dhe në minutën e 26, u morën 2 kartona. I pari u mor nga Elbasani, ndërsa i dyti nga Egnatia. Në një ndeshje të luftuar ku faktikisht 2 lojtarët kryesorë të kësaj ndeshje ishin Jonathan Lajthia tek Elbasani, ku me tentativat e tij dhe goditjet e tij drejt portës vuri në vështirësi Mario Dajsinanin, portierin e Egnatias, ku u detyruaj që në disa raste të tregonte cilësitë e tij si një ndër portierët më të mirë në biznes superiore. Për të kaluar te supersfidat e tjera, faktikisht Teuta dhe Partizani ndajnë pikët përsëri me një barazim 2-2, ku fillimisht kryesimin e merr Partizani me rezultatin 0-1 dhe pastaj përsëri Teuta barazon dhe kalon në avantazh me 2-1, ku
me Tolin që asiston dhe me Zogën që shënon në të dyja rastet. Pastaj përsëri për të shënuar Partizani dhe për të kaluar në një ndeshje barazim. Me 2-2 rezultati, por vëret një gjë që Partizani lufton deri në momentin e fundit për të marrë një pikë në Niko Dovana, ku një ndeshje ishte mjaft e pëlqyer nga tifozët, saqë edhe stadiumi ishte full ndryshe nga radhët e tjera. Edhe për të kaluar tek mbijetesa, 4 ekipet e fundit të tabelës u ndeshën së bashku. Byllesi, Flamurtari, Tirana, Vora. Në një ndeshje plot me polemika, ku Trashi gabon në fund dhe i fal fitoren Byllesit me një penalti. Rezultati përfundoi 2-1 për Byllesin dhe Flamurtari mbetet në fundin e tabelës tashmë. Ndërsa duket sikur Tirana ringjallet me Xhixha dhe Xhixha nxjerr dizellonjat e para ku shënon gol për Tiranën dhe kalon në avantazh 1-0 për të përfunduar ndeshjen 3-0 dhe duke vajtur kështu me 2 ekipe në kotën e 27 pikëve. Dhe përsa i përket klasifikimit në A Biznes Superiore, Vllaznia vazhdon dhe mban kryesimin me kotën e 53 pikëve. Më pas Elbasani me 53 përsëri, Egnatia me 51, Partizani me 44. Këto 4 ekipe vazhdojnë në fazën Final Four nëse vazhdojnë të qëndrojnë në këto renditje. Gjithashtu në vendin e 5 Dinamo City me 40 pikë, Teuta me 38, Byllesi me 30, Vora dhe Tirana ndaj me 27 pikë vendin e 9 dhe të 8, gjithashtu Flamurtari që mbetet e fundit me 24 pikë në vendin e 10. Të rrezikuar në këtë moment për të rënë nga kategoria Biznes Superiore, mbeten përsëri Flamurtari dhe Tirana dhe përsa i përket fazës së play-outit janë Byllesi dhe Vora. Dhe momenti është i kampionatit të Maqedonisë së Veriut, ku rivaliteti duket realisht shumë i fortë. Vardari dhe Shkëndia ndajnë pikët e njëjta, 58 pikë për kreun e klasifikimit, vendi parë për Vardarin dhe vendi dytë për Shkëndijën e Tetovës. Duket sikur rivaliteti mes këtyre ekipeve do vendoset në fund mes të dyjave, pasi të dyja vazhdojnë të kenë rezultate të njëpasnjëshme dhe duke mbajtur në kontroll pikët me njëra tjetrën. Për më shumë mund të flasim për rezultatin. Shkupi dhe Bashkimi përfundojnë me rezultatin 2-3 për Bashkimin. Struga dhe Pelisëri përfundojnë 2-0 për Strugën. Arsimi dhe Vardari ndodh çudia, vendi 6 arrin të mund vendin e parë 1-0 për të ndaluar dhe për t'i dhënë një hapësirë Shkëndijës që të afrohet më shumë me Vardarin. Shkëndia me Maqedoninë ndeshën dhe në këtë rast Shkëndia fiton me rezultatin 1-0. Për të kaluar të rezultatet e Serie A, vazhdojmë me Inter Fiorentina 1-1, Roma Lecce 1-0, Atalanta Verona 1-0, Bologna Lazio 0-2, Como Pisa 5-0, Juve Sassuolo 1-1, Milan Torino 3-2, Parma Cremonese 0-2, Genova Udinese 0-2 dhe Cagliari me Napoli 0-1. Dhe përsa i përket tabelës së klasifikimit në Serien A, është Interi ajo që kryeson Serien A me 69 pikë dhe më pak e ndjekur nga Milani me 63 dhe Napoli në vendin e 3, 62. Como është surpriza e Serie A këtë vit dhe ndodhet në kuotën e 57 pike duke lënë nga zona e Championship jashtë Juven dhe Romën e Madhe. Më pas vazhdojmë me Atalantën në vendin e 7, Lazio në vendin e 8, Bologna në vendin e 9, Sassuolo në vendin e 10, 11 Udinese, 12 Parma, Genova, 13 Torino në 14-in, 15 Cagliari, 16 Fiorentina, 17 Cremonese dhe për të shkuar në zonën e rrezikshme ku realisht rrezikojnë Lecce me 27 pikë, Verona me 18 pikë dhe Pisa me 18 pikë. Një luftë e ftohtë mes Cremonesës dhe Lecces për të qëndruar në Serien A. Dhe kështu kalojmë nga Serie A në kampionatin spanjoll. La Liga si gjithmonë sjell rezultate dhe ndeshje mjaft interesante. Ndërndeshjet më interesante ka qenë ajo mes Atletico Madrid dhe Real Madrid. Kryeqyteti kishte derbin e vet, por me një fitues. Giganti Real Madrid nuk lej asnjë hapësirë për të humbur. Pavarësisht një kartoni të kuq në minutat e fundit të futbollistit Valverde, përsëri Reali fiton me rezultatin 3-2. Për të vazhduar me rezultatet e tjera, Atletico Bilbao, Betis 2-1, Celta Vigo, Alavés 3-4, Barcelona, Rayo Vallecano 1-0, Sevilla, Valencia 0-2, Levante, Oviedo 4-2, Osasuna, Girona 1-0, Espanyol, Getafe 1-2, Elche, Mallorca 2-1, Villarreal, Real Sociedad 3-1. Dhe për të vazhduar tek klasifikimi është faktikisht
skuadra katalane se Barcelona që mban klasifikimin në La Liga me kuotën e 73 pikëve dhe e ndjekur më mbrapa nga Real Madridi me kuotën e 69 pikëve, Villarreal me 58, Atletico Madrid me 57, Betis me 44, Celta Vigo me 41 dhe për të shkuar në fund me Mallorcën që mban 28 pikë në vendin e 18, Levante me 26 në vendin e 19 dhe në vendin e 20 Oviedo me vetëm 21 pikë. Kampionati spanjoll vazhdon të mbetet i luftuar pavarësisht se deri në këtë momente është Barcelona ajo që kryeson me një diferencë shumë të madhe pikësh, duke pasur parasysh se sa rivalitet ka ky kampionat. Gjithashtu është mbyllur dhe java 31 në Premier League. Ekipet kanë treguar rivalitetin si gjithmonë, por përsëri Arsenali mbetet kryesues me një diferencë të madhe pikësh nga vendi i dytë. Java e 31 është mbyllur me Aston Villa West Ham 2-0, Tottenham Nottingham 0-3, Newcastle Sunderland 1-2, Leeds Brentford 0-0, Everton Chelsea 3-0, Fulham Burnley 3-1, Bridgton Liverpool 2-1 dhe Manchester United me Bournemouth 2-2. Në fakt, Arsenali mban vendin e parë me kuotën e pikëve 70, ndërsa Manchester City me kuotën e pikëve 61. Pavarësisht se Manchester City ka një ndeshje më pak, përsëri diferenca vazhdon të jetë 9 pikë dhe sikur Manchester City të fitonte, përsëri 3 pikë do jepni një diferencë të pikë 6 maksimale. Manchester United është në vendin e tretë dhe për të mbyllur zonën e Champions League-s është Aston Villa me kuotën e pikëve 54 dhe për të filluar me vendin e 5 me Liverpoolin 49 i cili mbetet jashtë zonës së Champions League-s. Dhe për të përfunduar me kampionatin e Bundesligës, Bayerni kryen detyrat e veta. Gjithashtu dhe ekipet e tjera, Augsburg Stuttgart 2-5, St. Paul Freiburg 1-2, Mainz Eintracht Frankfurt 2-1, Dortmund Hamburg 3-2, Bayern München Union Berlin 4-0, Wolfsburg Werder Bremen 0-1, Bayer Leverkusen Heidenheim 3-3, Köln Mönchengladbach 3-3, Leipzig me Hoffenheim 5-0. Dhe vlen të theksojmë për krenarinë e shqiptarëve se Erblin Osmani debuton për herë të parë me gjigantët bavarez me Bayern München. Në minutën e 87, kompani i beson djaloshit me origjinë nga Gjilani për të bërë debutuesin, ndër debutuesit më të ri për ekipin bavarez. Gjithashtu Erblin Osmani tregoi një karakter dhe një teknik shumë të mirë në fushë, duke marrë kështu vlerësimet maksimale nga të gjithë vlerësuesit e futbollit. Dhe për të mbyllur kështu në këtë mënyrë me tabelën e Bundesligës, Bayern München kryeson Bundesligën me kuotën e 70 pikëve, Dortmundi i ndjekur në vendin e dytë me 61 pikë, Stuttgarti me 53 në vendin e tretë, Leipzig në vendin e katërt me 50 pikë, Hoffenheim me 50 pikë gjithashtu, Bayer Leverkusen me 46 pikë dhe në vendin e 7, Eintracht Frankfurtit me 38. Që rrezikojnë rënje nga kategoria e Bundesligës, por në Bundesligën e dytë janë St. Paul me 24 pikë, Wolfsburg me kuotën e 21 pikëve dhe Heidenheim me 15 pikë. Kështu kampionati i Bundesligës shfaq mjaft interesant, por pavarësisht të gjithave deklarohet sikur Bayerni është zyrtarisht fitues. Pavarësisht në matematik, llogarit mbeten përsëri të hapura. Dhe kështu nga stadiumi Erol Benja në Tiranë ju them mirupafshim dhe faleminderit që na ndoqën. Shihemi bashkë në puntatën tjetër dhe shpresojmë me lajme të mira me kualifikimin e Shqipërisë në botror, por gjithashtu dhe të djemve të Dardanis. Gjithë të mira dhe mirupafshim.